Në fakt, një nga gjërat që më ka pëlqyer më shumë për filmin është që personazhet nuk janë as plotësisht negativ, as plotësisht heronj, të paktën shumica e tyre. Dhe dua t'ju pyes, a mendoni që pikërisht në këtë lloj situate të ndërmjetme është dhe vendi ku ndodhet dhe korrupsioni? Absolutisht, jam në atë situatë, në limbo jam dhe vetë. Domethënë realisht nuk e gjej dot të ekuilibrin tim si krijues. Domethënë te këto kompromiset e vogla që bëjmë. Absolutisht. Që jemi të detyruar të bëjmë sepse është ndërtuar sistemi në formë të tillë që ti nuk luan dot për të gjithë. Ti ke mundësinë të luash vetëm për vete. Në momentin që ti përpiqesh të luash për gjithë, ajo nuk ndodh kurrë, që ti mund të shkaktosh dëm, edhe nga ajo që mund të bëje për veten që të jepi një shembull pozitiv dhe atë nuk e bën dot. Dhe realisht unë jam në një dilemë personale se cili është pozicioni që ti duhet marrësh, sepse ajo që mua më shqetëson totalisht është që shoqëria nuk e ka një raport me drejtën. Ora në fund ditës ti e shikon një personazh, ndjen dhe energjinë e tij. Nuk është në gjendje ta dallojë personazhin nga sistemi dhe të gjithë përpiqen me mundësitë që kanë të manipulojnë në pjesën më të madhe. Pjesa gjithë pozitive e shoqërisë është komplet e tërhequr, shikon ato punë të veta, ashtu si në momente të caktuara kanë bërë dhe vetë, sepse gjyqin e parë kanë marrë nga fëmijët e mi që më thoshin çfarë na bë moral kot, domethënë sa filloi e hapja gojën moral, edhe ikni. Kështu që është shumë e vështirë që ti në një realitet kaq konfliktual, agresiv, të marrësh një pozicion që ti flasi e pamundur, ti duhet marrësh anë, nuk ke asnjë mundësi. S'ke asnjë mundësi, jo me të mirën, jo me të keqen.